Përshëndetje të dashur dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Unë falenderoj të gjithë të nënshkruar që janë bashkuar kanalit dhe sidomos edhe studentëve të vjetër. Doja t'ju kërkoj edhe një falje që nuk kam bërë video sepse kam qenë shumë e zënë me kurse, siç e dini kam filluar kurset e gjuhës italiane private me platformën Zoom. Duke qenë se 2 nga studentët e mi morën pushimet dhe tani kam paksa kohë të lirë dhe vendosa të bëj patjetër një video. Sot do të flasim për disa shprehje në gjuhën italiane, sepse janë shumë të rëndësishme shprehjet në gjuhën italiane, sepse ndoshta ju thot diçka një njeri dhe ju merrni vesh diçka tjetër. Tu kam marrë 10 shprehje, do t'i lexoj një herë, do t'i them se çfarë do të kupton ajo që ka thënë personi. Mos u largoni se në fund të videot do jap edhe shembuj se si mund t'i praktikoni në fjali këto shprehje. Atëherë le të fillojmë pa humbur kohë. Kemi të parën, dammi una mano. Pra po e lexoj dhe do ta lexoj 2 herë edhe për njerëzit që thonë që nuk e kuptojnë shkrimin. Pra, nëse doni ta kuptoni se ç'kam shkruar, ngriheni zërin e video, sepse shumë veta thonë që unë vetëm sa i shikoj nuk i dëgjoj. Prandaj nëse do ta kuptoni se çka kam shkruar, ngriheni zërin e videos. Atëre, dammi una mano, dammi una mano. Nuk do të them jepi dorë, por do të them aiutare qualcuno, pra të ndihmosh dikë kur të thotë dikush dammi una mano. E dyta, acqua in bocca, acqua in bocca. Acqua in bocca, do të thënë non dire niente, mos thuaj asgjë. Alzare il gomito, alzare il gomito, alzare il gomito. Bere un po' di più, të pis pak më shumë se zakonisht. Cadere dalla padella nella brace, cadere dalla padella nella brace. Çfarë do të thotë? Do të thotë peggiorare la situazione, ta përkeqësos situatën. Essere al verde, çfarë do të thotë? Do të thotë senza soldi, pra essere senza soldi, të jesh pa para. Lacrime di coccodrillo, çfarë do të thotë? Ipocrita, pra che sei una persona ipocrita, pra që shtiresh. Tjetrën, kemi tjetër këtu, uscire dai gangheri, pra uscire dai gangheri, me një fjalë do të thotë arrabbiarsi. Do ndaloj pak të them në qoftë se dini ndonjë nga këto shprehje, mund të thonë unë këtë shprehje dija, ose në qoftë se doni të shtoni shprehje të tjera, në qoftë se nuk e dini kuptimin, ose të thoni që unë di këto lloj shprehjesh, jeni të lutur pra të shkruani te komente shprehjet që dinit këtu dhe ato që nuk dinit. Në qoftë se doni gjithmonë. 8 di punto in bianco, do të thonë all'improvviso, pa pritur. A tutta birra, me gjithë shpejtësi. A gran velocità, me gjithë shpejtësi. Aspettare la manna dal cielo, pra aspettare una cosa inutile, pra të predhë diçka të kotë, pra që nuk do vi, një gjë të kotë. Tani këtu do ta shikojmë edhe, si thash e parë, do të shikojmë të praktikuar me fjali. E para, su dai, dammi una mano, haj tani, më ndihmo pak, më jep një dorë, më ndihmo. Mi raccomando, acqua in bocca, të lutem shumë, mos I thuaj njeriut, pra ta mbas sekret. Marco ha alzato un po' il gomito ieri. Marco più pak si shumë dje. Povero Andrea è caduto dalla padella nella brace. I shkreti Andrea, ranga shiu në breshër. Questa settimana sto proprio al verde.
Questa settimana sto proprio al verde. Këtë javë nuk kam asnjë kokorleku. S'kam lek. Tjetra. Non ti credo affatto. Queste sono lacrime di coccodrillo. Non ti credo affatto. Queste sono lacrime di coccodrillo. Nuk të besoj as pak. Këto janë lot kokodrilli. Pra që janë lot faltron, që nuk është e vërtet. Shtata. Maria mi ha fatto uscire dai gangheri. Maria mi ha fatto uscire dai gangheri. Maria më ne vrikosi shumë. Tutto è successo di punto in bianco. Tutto è successo di punto in bianco. Çdo gjë ndodhi sa hape mbyll syt. Sa pa pritur. Dario è partito a tutta birra. Dario è partito a tutta birra. Dario u nis me shpejtësi të madhe, pra vrapoi shumë shpejt. E 10. Dai, lavora! Non aspettare la manna dal cielo. Dai, lavora! Non aspettare la manna dal cielo. Hajde, puno tash. Mos prit të mbi ose të bie mana, të sjellë manën nga qielli Zoti. Pra, hajde puno, mos prit gjëra të kota që nuk do të vinë. Se pos punove, nuk ke produkte, nuk ke prodhime. Duhet puno që ti kesh, jo të bi nga qielli. Kështu e përktheva unë këtë. Në qoftë se ju dini një shprehje që i përshtatet akoma më shumë, pra si mund ta përkthej më mirë këtë? Aspettare la manna dal cielo. Ju lutem lëni tek komentet, mund ta bëni edhe në gjuhën italiane dhe në gjuhën shqipe, pra çaj ekuivalenti i gjejmë në gjuhën shqipe. Aspettare la manna dal cielo. Në rregull, mendova këtë video sepse duhet të dim shumë edhe këto lloj shprehjes. Unë kam bërë dhe shumë të tjera dhe nëse ju doni prap shprehje të tilla që ju ndihmojnë në komunikimin e jetës së përditshme, i kam bërë dhe i keni tek videot. Se si i gjeni këto videot, unë e kam treguar. Prandaj, nëse doni ta mësoni mirë italishten dhe jo vetëm fjali përmendur, po duhet të dini edhe shprehje, si të shpreheni. Në rregull, kjo ishte video ditës së sotme. Nëse doni ndonjë video specifikisht për çfarë do lloj gjëje, mund të më shkruani te komentet. Gjithashtu, nëse doni edhe kurse të gjuhës italiane, janë të hapura deri në muajin korrik, pra deri në fund të muajit korrik, sepse pastaj në gusht do marrim çdo njeri me pushime, gjithashtu edhe unë i kam mbyllur pushimet dhe fillojmë përsëri nga shtatori. Pra, edhe një herë, nëse doni, deri në fund të korrikut janë të hapura akoma kurset e gjuhës italiane me mësuese Doriana Zisin. Për të më shkruar, mund të më shkruani tek Facebooku, kursi italisht Doriana Zisi, ose ose në Messenger Doriana 23zisi@hotmail.com. Çdo gjë unë kam lënë te YouTube, çdo informacion timin. Por nëse nëse nuk e dini se ku të më shkruani, mund të më lëni përsëri një komenti dhe unë do t'ju kthej përgjigje patjetër. Faleminderit për çdo gjë dhe rishikojmë në një video tjetër.